puna ditën e xhumë, me punu ditën e xhumë, a duhet me punu, a duhet me pas të lirë? A din çysh musliman? Ditën e xhumë, nëse don taman me fe me këshyr, nuk ban me pas të lirë. Qysh? S'do të me pas të lirë, nuk duhet me pas të lirë. Nëse ti punan, edhe thu me qitë punë që e baj, kej njerëzit pi bajnë 2 ditë lira, edhe unë pi baj 2 ditë lira. Edhe masi pi baj 2 ditë lira ashtu kështu, pe baj ditën e xhumë, shkoj edhe fali xhuman, edhe në poshtatet ma shumë se në shitore të qelë, muj me dalë dika me familje, kjo është në rregull. Nëse e ban me kësi njeti, kjo është në rregull. Nëse e ban me njetë që është e xhumë, edhe unë do të me pas lirë, kjo s'ban. Qysh nuk ban? Nuk ban. Nuk njohin muslimant ditë lirë. Muslimant s'njohin ditë lirë. Tjetër që është e kena marë prej Evropës, edhe i kena mësu që po do kam i pas 2 ditë lira, muslimant përpara nuk kanë pas ditë lira. E kur nuk ban me punu ditën e xhumë, kur thirret ezani i xhumas, nuk ban me punu ma. Deri kur? Deri sa të falet xhumaja. Do me thonë, kur thirret ezani, që ka thonë Allahu Azza wa Jall, idha nudiya lis-salah, kur thirret për më fal, min yawm al-jum'a fas'u ila dhikrillah. Ngutni, shpejtani në dhikrin e Allahut Azza wa Jall. Do me thonë, shkoni falni xhuman, mos punani ma. Wadharu al-bay'a, nalne shedderën, nalne tregtin, nalne punën. Qysh nëse kamën një shitore me mshel, jo vëllam, jo me mshel, nuk po thona me mshel. Nëse mshel, e mshel. Po nëse don me lan dikan i cili nuk e ka obligim xhuman me shit, mund është me lan. Për shembull, nëse ki dikan i cili nuk e ka obligim xhuman, për shembull, është musafir, se ka obligim xhuman. Shembull, veç po të kallzoj, nuk po du me t'i pru shembuj tjerë. Mund është me lan me punu për ty. Një grua mundet me punu. Një fëmijë, edhe pse kena thënë, kena përmend që fëmia do të më kanë fëmia nuk guxon me bë tregtia të mëdha. Mirë po, shitore thjesht ban me punu një fëmijë, nuk e ka obligim xhuman. Ama ti nëse kur qysh nuk mundesh me lan, unë sonem shel, për shkak se sonem shel, që ashtu është situata, atë spaku komunikon me fëmijët e tu në tregti ku i aty që ai me shku ke xhamati shkon e fal tjetër në xhamat, mos bëhen 3 xhamaja rregullisht. Edhe një herë të kthehemi te tema jon. Duhet me punu. Musliman nuk kanë ditë që e madhrojnë sikur të krishter ditën e diell, me pas lirë. Jo, kështu s'kan musliman. Në diçka që po kam qenë më u kujtu muslimanëve, muslimanët përpara kanë punu çdo ditë, ama nuk kanë punu me çë sistem që shpunojmë sot. Puna e muslimanëve përpara u kanë prej mas sabahit, prej mas e kanë fal salah sabahit deri në kohën e mazdrekës dikur. Edhe me këta kam përfundu ditën, do mos kam punu ma. Të nënën për kushtu për familje, për adhurim dhe Allahut Azza wa Jall. Kjo kam punë aty muslimanëve në fillim. Ama sot ka ndryshuar gjithçka, kjo është vetëm si për kujtim për muslimanët, më mundu me bëj gjithmonë ajo që është më herë. Por fund po them, nëse para xhumas nuk punon, nëse para xhumas nuk punon, për shkak se don me pas lirë, me u përgatit për xhuma, edhe ashtu kështu më janis në 8 me punu, e në 12 xhumaja nuk po jetë shumë kohë. Nëse kështu nuk ban, atëre provohet spaku mas xhumas me punu diçka për shkak se ka bereqet në ta. Qysh ka thënë Allahu Azza wa Jall, kur të kryej xhumaja fantashru fil ard, wabtaghu min fadlillah. Shkepni në për tokë edhe lypni ata që ka shkruar Allahu Azza wa Jall për mirësisë tina për juve. Domethënë, është mirë me punu në xhuma. Për shembull, shkon nëse s'ki çka ban, është mshel, ajo dyqanin që e ki ti e ke mshel. Atër shkon e pastron mas xhumas, ose shkon e kryen një punë të vogël, e pastron aborrin, ose je në tregti për shembull, shkon e merr një mall e bjen, diçka të vogël puno mas xhumas nëse don gjithçysh me pastir. Edhe një herë po them, mos të më keq kupton dikush, të thon unë kam thënë nuk ban me pas lirë xhuma. Unë kam thënë nuk ban me bën jetë se sot është e xhuma dhe për çata për bajt lirë, jo kështu. Ama nëse ti të përshtatet, atë këtë në rregull. Po du me thonë, mos thuj, unë e kom bat lirë, edhe që shto thot feja, jo kështu, këta se pranojna. Nëse ty të përshtatet me bat lirë, atër është këtë në rregull, e ban të lirë për shkak qyshe për mena, e ban të lirë për shkak se ki qef me kanë ma i lirë me shku në gjuma, po edhe mas gjumas më nëshme dalë me familje me ba shqit blerje, më nëshme dalë me familje me bliharë që për shpi, kjo është në rregull për shkak se në shqitore të qelë, këtë është në rregull, nuk kem problem me këta. Ama me pretendu sikur të kështer që na e kem një ditë që do të me pas lirë, këta se kem, nuk e kem në musliman. E lusëm Allahun Azza wa Jall na bo për atyne që jem qartë edhe folëm hajrë gjithmonë me lejen Allahut Azza wa Jall.